Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company. Shikus nderuar, mi mbrëma dhe mirë se takojmë këtu në televizionin të 7 në emisionin Evron 7. Sonte kemi folur për propozimet e reja për rritje të çmimit të energjisë elektrike. Është treta herë nëse nuk gaboj ku janë propozime për me rritë çmimin e energjisë elektrike. Prej mandatit të kësaj qeverisë aktuale. I kemi pa deklaratat nëse ju kujtohet viti 2019-2020 kur kryeministri aktual thotë që jetojmë i thëngjell dhe rrymë e paguajmë shumë shtrejt. Realisht rrymë shtrejt për paguajmë sot. Jo atëherë, po sot jemi të pagu shtrejt, të ma shtrejt dhe do të flasim, kemi shumë dhona sonte për të diskutuar dhe për të parë se sa realisht po paguajmë shtrejt. Kryeministri ka fillu edhe me na tregu kënë me thirrë për vitin e ri, në natën e ndrimit më të motë, dhe ke musafirët mundën me thirrë veç ata që kanë nxemje për termokosit. Ndërkohë dje, bani një deklaratë që na pilshojmë nxemjet shumë. Dhe me thonë kamet, veç edhe mënyrën ditore me na tregu që me hongër dhe me pi, edhe mëse na jemi në rregull. Sonte për diskutuar për të çështje kam dy ekspert fushës. Do shta jenë dy persona më të informuar që kanë përcjellur në vazhdimsi këtë sak të çmimit të energjisë elektrike. Janina Imeri, tani deputet nga LDK, më mbrëmë misë erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Dhe Kushtrima e Baza, ekspert financiar. Kushtrima, më mbrëmë misë erdhe. Mirë se gjeta. Para se me nisë emisionin, kisha pas qep nga 24 sekunda, është një deklarat e kryeministrit të tyra, që mi thonë, se tash nuk e di edhe u bo gatë kjo punë, të kolegë të raportoni se 4 e kanë marrë dje. Regjia i lutëm, ma jap ndalje këtë deklaratën e famshme të Alvin Kurtit. A keni gati? Pëlqo e zonin. Përveç asaj që ngrohemi me rrymë, na dhe ngrohemi shumë me rrymë. Temperaturat në përdoma i kemi duk shumë të naltë përsi sa që është normal. Kena qefi zetë, kena qefi me majtë. është një film mirë. Kuptoj Janina dhe Kushtrim kryeministrin, nashta dhe kuptoj, po si kuptoj ata intelektual aty që keshin me ta. Me thonë me deklarat fort palidhje, të ti tash për nga të regu dhe qysh mund zej. Me thonë, është po kjo qeveri si la ka japë qatë shumë subvencione për pompa termike, për klima, për gjithë shka. Qysh të dokt, Janin? Pa, kove të fundit ja ka njësë edhe mutal me nive, edhe këtë deklarata nuk është ase para, s'ka mu kona ase fundit. Me qenë se njëri si kë, me qëtë leadership që e ka, e që nuk foli njerës që dohet, po njerës që kanë pushtet, atër po mendon se me 51% i ka krejt. Po ku e bënd vetën, sidomos ekonomia ka me gryj sa ma shumë edhe pushtetin, edhe vetë durimin e venit, edhe kanë mu marrë vesh gjitha. Sa ky ka vlejt, sa ky ka punu në regull, edhe sa kena hupna me këtë leadership. Ka njerë po marrim kritika se po flasim, me thonë personalisht nuk kam asnjë problem edhe me pagu rrymin edhe ma shtrej. Sepse punojmë gjithë edhe në regullimi. Po flasim për venin, po flasim për ato domin që a i bot venit edhe ekonomisë. Dykqysh për marrin si shumë të lehtë, me thonë, kalëm futja sot edhe 20%, edhe 15% edhe në regullimi. Kur që ti merresh në stop me biznese, me njerëz, me... Në fund, kush është ai që për pagun, është qytetari. Qytetari, sepse ma tha një prej këtyne marketeve, zinxhirët marketeve, tha qatë moment që u shtrejtu rryma, veç që këmë ka 5 cent, ka 3 cent për produkte edhe ju keni me pagu prapë. Kjo është evidente, është reflektu edhe në statistika, djetë edhe norma inflacionit fund veca ka qenë. Bash. Djetë dëmonë, është evidente edhe një për faktorëve kryesor që është përmend të inflacioni ka qenë çmimi i energjisë elektrike. Edhe vazhdon me kanë kjo. Ma jap ndalje qëto, për me po se qysh ka leviz në këto 3, se janë nuk pedia është 3 a 4 herë se ka pas edhe ndryshim tarifave, masane, abdin blok tarifave. Një ndryshimi tarifa, në 2023, 2025, që kjo është rritja tentativa e 4 që po tentohet me urrit energjia elektrike. Ka njerës që nuk pe logarisin tarifat, po me gjithat edhe me tarifa e nëndo.
ata që kanë pore do të me pagu ma shtrajt si pas tëne, edhe ata që s'kanë do të me pagu ma lirë, e që unë ndonë prej asoj dite në 800 kW mbi edhe nërë. Dhe thonë, kjo me bo një farë ndarje mes njerëzve, Po. kush i ka kushtet më të mira dhe kush i ka... Me thonë, basë sasojnë kënë 90.000 familje cilat i ka subvencionu qeveria. Këtë herë. Realisht në 2023 nga qenë 15%. Në 2025 në maj, asë në prill, së vidi, 16%. Dhe kërkesa e fundit është me 20.1%. Dhe thonë, por realisht kjo qmimet kushtërimjen nuk matën bashkë qështu me qitë përqindje. Dhe kjo përbjen në fund që është shumë, ma shumë se sa 20%. Faktori është dëllidhë se përmenëm edhe më herë, dhe më hanë, qmimi 20% nëse rritët tani, efektin të edhe i ka dhe 20% që është shumë tjerë, tani një efektin zingjiror. Në fund të qytetari, këtë do më të cenë që i del 20 cent. 20 cent, po. Të ajo që ka e pagun në fund qytetari, sepse e pagun rrimun 12 cent, por ka me pagun një produkt tjetër që ka me po 14 cent, produkti tjetër ka me po 16, të kështu me radhë edhe më rrinë të 20. Po, na kina me diskutu sot edhe me kuptu se cila është arsyeja pse po rritet çmimi i energjisë elektrike, sepse po këto janë evidente, realisht kërkesa në 2025 ka qenë shumë më e madhe, është nga Kesko ka qenë kërkesa shumë më e madhe si përqindje, është miratuar si 16% si kërkesë, me të njëjtën kohë, domethënë kur realisht janë detyruar edhe bizneset me dalë në tregun e lirë, edhe ajo është përmend edhe tash aktualisht edhe në kërkesën për tyra maksimale nga Kesko, ku ka kërkuar tash një parëfor me kostet që janë shkaktu si pasoj e daljes të vrullshme edhe shumë të shpejt në tregun e lirë, me imbulu tash në atë qytetarët për mes rritjes këti 20% që është kërku tani. Përëndaj, gjithë që ka po kalkulohet, në fund po më rrijet e qytetari si kosto, por mendimin të emë është një rritje shumë e madhe. E keqja e kësaj është që bjas që po shohim ne, ne kemi pas problemet e vazhdueshme, s'pako dhe një 3-4 vitet e ardhshme. Minimumi. Që do të thotë minimumi janë edhe 3-4 vitet e ardhshme që ne kemi ballavaçuar me këtë problem. Edhe kjo rritje mund me kanë prap vitin e ardhshëm. Po se që rritje po shkohet kontinuele. Këtu se ku përfshija ato ndarjen që përmendi Janina. Planifikim ose përmes formave të subvencionimit edhe ajo është kostoja jonë, po direkte qytetarë do të më këshyrë cila është rritja ma e letë edhe ma letë e prekshme të xhepi i qytetarëve. Me gjitha këta, edhe kryeministri djenë që deklaratën që e dëgjumë, po edhe nga zërreja më thonë që nëse ullet konsumi, nashta nuk merret parasysh shikja. Më thonë, qëfar konsumi po flasim, na deris... Pse... Po janë. Që është mirë pak me dhoni farë konteksti audiencës që ka ndodhë që kjo. Po. Kjo mas pari o njës për fillimit vitit pa plan. Edhe këto hen zërëja. Thonë, nuk ka kur farë amullije këto, ose diçka që nuk kena mujt me udheqna, as nuk kena mujt si pushtet e kam fjallën, me reagu. Pri fillimit kanë hesht, kanë shujt, e kanë ditë. Një inxhinier brutësash me marë, e kuptan që do me thonë rritja ka me shku nëse ti për 1 janari dhe me 1 maj importon ma shumë se 1 milion euro në dite energji elektrike. Qa kanë bo këta? Kanë shujt, pa plan. Nuk e dina shka qysh të kush qka bën, edhe qysh tot ka nis. Thonë, fillem u nis pra. Kur nis, as nuk e kanë marrë tani konsumin mirë, as nuk e kanë marrë importin mirë. Me gjithse e kanë pas një draft plan, prej kostit, i përpiluar në kohë, kur ka fund viti, i ka ndryshu që ato dhona, unë i kom këto dhe i kom orë dhe krasimen, me prodhem, me konsum, është kalibru, është përshtat. Ashtu që mu kalzu so ma sukseshëm e që në fakt po fshifët një katastrofë e sektorit energetik në tërsi. A është kjo keq menaxhim, apo... është keq menaxhim, jo, edhe sabotim. Edhe sabotim. Edhe sabotim. Sabotim i sektorit energjisë elektrike. Bikujt sabotim? Sabotim në përgjësi. Okej. Se tash nuk mund... Kërë thunë përgjësi, kjo e bjen prej menaxhimentit tullt, dejte keku nalt, bordi, edhe vjen të kjo për që është për ndërmarrje publike, dhe deri te ministri dhe kryeministri. Po. Se cili në pjesën e vetë të fajt që kanë mujt me marë. Sigurisht, unë sot nuk po flasë për një punëtor teknik në kek, edhe që ka mujt pak ose ma shumë e bo mje, se kena me dole dhe të thëngjili. Po flasë që nuk ka pse një qytetar sot me pagu, për shumë në vitin 2023, kanë qenë shpenzimet e importit nga pandemia. E të reflektume nga vitet 2022.
e kena kryu atë histori. Në vitin 2025, edhe tash, është e njëjta histori. Importi, nuk e kena post parashikume, i kena do kosto. Që bojnë ata njerëz nëse nuk i parashikojnë ato? Edhe kesko, në qëto aplikime, dhonat janë publike, kallëzojnë se nuk e kena pos planin orë për orë të prodhimit të energjisë elektrike. Na u ka dash me reagu në afatet shkurtra kohore. Më falë, ku shokon të punu dhe tash? Pse na mi pagu, pse ju si një marrë vesh? Dhe me thonë, qka jënë të në lypë pare neve, jënë të në lypë se nuk ka punu kur kush që shduhet. Edhe tash këtë kosta përdojme në ngarku neve, që është plëtsisht të pa drejt, edhe nuk kemi asë një arsye sot, se nuk është kjo forcë madhore. Po, i kam fitu 50% edhe mundën edhe me bo. Po në fakt nuk e kena vitin pandemik, nuk kena asë një loj në gjarje natyrore që na ka ndonë venin tonë, për shembull nuk ka pas asë një rast në kek, edhe që kishton valla ka ro bloku e s'kena mujtë kur qysh janë ditë. Për shkaqe natyrore jo, për shkaqe teknike që i keni përmanë edhe jo, kanë qenë sarë 24 herë, nëse 25 herë. Që kjo është. Ama ja, slajdin tjetër? Po të klutin, po veç vazhdo. Jo, veç deshta me tregu që në fillim edhe në mbarim, ndesh që ke importin, ndesh që ke në shpenzimet operative, ose që është e tjera, nuk ka pas arsye pse me orë deri në këtë rritjena. Okej. Dhe më thonë, që kjo është një tabel tjetër, deri në 800 kW, mbas të rritjes çmimit ndër vite. Nëse një konsumator ka pagu 48 euro në 2021, në 2023 80 euro, edhe në 2026 ka me pagu 97 euro. Dhe më thonë që kjo është rritja ndër vite. Në efektet e plota në faktur, rritja shkon deri në 126%. Dhe më thonë, nuk është ajo, sepse i ku marrë dhe dona për ZRS, që latë janë të përfshim në raportin edhe të ZRS, edhe të ASK-s, thot që rritja 7%, 8%. Ajo është rritja që ajo e rrymës, po kur ti mbledh që e përmene kushtrim vjen që kjo që të më thonë, e shojnë vetë sa o rritrima. E shojnë vetë qytetarë sa duhet me pagu shtesë për konsumin e njëjtë. Për konsumin e njëjtë, deri në 800 MW. Për konsumin e njëjtë, deri në 800 kW. Po kur kalon 800 kW, se kjo rritje shumë shumë ajo është e papërballueshme tani. E tash na kena pas edhe situata të tilla ku. Po meqense kjo qeveri ka folur në për çit kategori. Do të thonë këta që nuk shpenzojnë shumë, nuk është rrit çmimi i energjisë elektrike. Që kjo është rrit, që kjo është çështë. Rritja prapë thojmë, rritja ka me vazhdu, edhe për mendimin tem nuk pritet me pas rritje pa e kriju një stabilitet mirë energetik për vendin. Që i bjen me pas kapacitet të reja? Duhet me siguru kapacitetet të reja mbrenda vendit, për ndryshe na kena me pas, kena me përballë me këtë rritje. Tash, prapë përsëris, a kena me pagu direkt na, përmes çmimit direkt në kesko, kena me pagu shumë ashtaj tani edhe përmes çmimeve indirekte, mbitet të shihet ka me pagu direkt subvencionimi përmes shtetit. Po ajo çka po vret, edhe është evidente, është rritja, është sot temë kanë dot që bisedoj, ka dot që shkoj edhe takona, pyetja e parë është sa të ka ardhur fatura energjisë elektrike. Normal. Edhe sa të ka ardhur fatura energjisë elektrike. Domos duhet mi do parë për rrym, e tani me menu për gjëra tjera. Tash merre nëse vjen 97 euro çmimi i fatura energjisë elektrike edhe me pagën mesatar diku në rreth 20% i bjen. 20% veç rrym. 20% është vetëm kosta e rrymës. Po flasim për shtresën deri në 800 kW. Që kjo është kjo pjesa ku subvencionon qeveria, po. Po deri në 800 po. Familjet të cenueshme të cilat kanë qenë 60.000 kur kanë ardhur për shtet e i bën 90.000 sot. Edhe nuk është për më krenu fara, me thonë që pjau subvencionoj rrymën këtyre njerëzve. Që aty është qëllimi, se mu varfru veni opozitarizm koma pak edhe i na ma të varfur, ma dapt edhe këta qeverisin ma gjatë. Do me thonë, kjo është pjesë e sistemi. Kjo është sistem. Funksionon si ora, në çdo moment. Varfrohet veni, gryhet ekonomia, rritet emigrimi, shumë. Kërkush nuk fol. Po sepse kanë hallën e mbjetesës. Tash tallët, hin me një sallë, tallët me krejt audiencën dhe thot tas që, unë jam më i miri. Nuk e di çka thot, po gjua e trupit edhe fjalë që i përdor, kallëzojnë që e nin veten të pamposhtën. Po e kam edhe një slajd tjetër për bizneset para se me kalu tek kjo pjesa e juj, vetëm t'ja përcjelli nëse nuk gaboj është që kjo, po të rritja e fakturës së bizneseve. Dhe për të që kjo, të 800 kW janë 90.000 familje, ka janë shumë të tjera cilat e kalojnë që to edhe çmimi tani rritet, sa përqind rritet kushtrim kur të kalon 800-shin? Nuk e di saktë tash varësisht për konsumit tani që e ke, po është një rritje shumë e madhe me krahasu me rritjen deri në 800.
A ma jep edhe slajdin tjetër që ta përcolla? Qëto muj me gabuna i sen kushtrim. Këto e din ma mirë ti, po këto ku mujt edhe me nëzirë na i gabim. Po nëse kam pagu 7.500, tash kam pagu 15.025 euro për të njëjtën fakturë që kam pagu më herët. Kjo është e vërtet. Jam në rregull. Kjo është po. Mundem me thonë me një saksi të madhe, mbas asaj që ka ndodhur realisht qershor, dhjetor, unë që kom bërë disa matjet e një numër i konsiderueshëm i bizneseve, ka dalë rritja 2.4 herë. 2.4 herë. Nëse një biznes ka pagu për 6 muaj në 2024 100.000 euro, njëjtën konsum e ka pagu 240.000 euro. Rritja është... Si janë për marakli kur gjë ato? Nuk janë për marakli kur gjë heq, po janë të gjepi qytetarit shumë. Po fakt jem të pagu na kushtë? Edhe fakt, po përëndaj po thamë, edhe fakt na veç pithojnë liberalizim, se s'ka ende liberalizim. Për mendimin tem, ajo është dalje dhunshme e detyrueshme në tregun e lirë, për cilën tregu i lirë ende nuk ekziston, sepse jemi të përballë hala me gjykata në atë rast, edhe madje kemi pas edhe raste ku në tregun e lirë është ndërprerje edhe energji elektrike në janar të këtij viti. Është ndërprerje edhe të ta? Po, ka pas ndërprerje të ta, fatmirësisht kanë reaguar më njëherë ZRE, në momentin e parë që e kom rritë shqetësimin, edhe realisht e kanë rregulluar si çështje, nuk kemi pas ndërprerje, po pse më ndodh tash? Nëse kjo po tregon që kur kush është i përgatitur. Na jemi tash në fund të janarit, data 30 janar sot, cili biznes ka dalë në treg lirë për datës 1 qershor, përveç ata që kanë dalë me 1 qershor. Jo, ke këtu bërim piraj, javën që shkoj, thonë e kom do kompani ndësh për me mujtë për mësë me dalë në treg lirë. Ki plot kompani të tilla. Edhe kjo është diskriminim shumë i madh. Po. E ki rastin konkret tash si pasojë e daljes në tregun e lirë, i kemi këtë vit rritjen e çmimit të ujit. Po. Për 40%. Edhe është kosto, unë jam t'i kalkulu kostot në për kompani. Një kompani fillimisht vitin e kaluar një rrit kostoja e faturës mesatarisht për 2.4 herë, një biznes që ka pagu faturën digon 20.000 euro, sot e pagun rreth 50.000 euro, ndërsa për janarit këtij viti, nëse ka pagu ujin 5.000 euro, ka me rrit për 40% do të paguaj gati. Para emisionit unë e kontaktova shefin e ZRE-s për me marrë normalisht ma shumë informata, më tha që për shembull tek biznesit, nëse nuk ishin dalë në treg lirë, ka qenë 92 euro, 93 euro megavati, ashtu? Është mesatar. Nëse 15% i kisha dikun 114 euro. Edhe 173 euro tha sot është çmimi, edhe biznesit nuk janë të pagu 200%, po janë të pagu një 50% ma shumë. Ani, nëse përqindja e shefit ZRE-s nuk po del ajo që pëthojmë na eftojmë ZRE-n me arma na imbulu kostet edhe na i çojmë faturat, edhe i kemi shumë thjeshta. Janë faturat që janë faturu, sa i kemi pagu në krahasim me nivelin e konsumit, edhe nëse neve na del, përbojmë si lloj deali kështu direkt në emision, nëse na nuk kemi të pagu bit të fishin, atëherë letë dalmi publikisht edhe të përballemi me fatura dhe ta shohim ashtu pagu apo jo. Sepse qytetarit duhet me ditë edhe din bizneset, ata që realisht janë të ndje çdo ditë këtë kosto. Unë e kam thirrë edhe sot, po zakonisht kanë qenë vetë në orë. Jalin. Unë tash kjo janë çmimet të cilat jem të i paguar krejt, po pse pi paguajmë ato? Do thonë energjia ta përcolla të parën të ngjilli ishte, apo Janin. Do thonë kur kemi të bëjmë sepse gjithmonë po na lidhim me ato se na po importojmë shumë rrymë, edhe nuk po jemi në gjendje me prodhu dhe po e paguajmë çmimin më shtaj sepse nuk ka ajo planifikimi nuk ka qenë i mirë dhe ad hoc kemi bler rrymë ditë pas ditë sikur më shkum market me ble ujë për shembull ose ku dëgjoj. Po. Ta përcolla regjia lutem mamlon. Jo, s'ka problem. Tash prodhimi i kekut se gjithmonë po është kjo akuza edhe fjalë që po thu se po sulmohet ajo çka është e venit. Megjithatë, na e paguajmë edhe ato çka është e venit, ne i paguajmë po ashtu edhe turqit, që çashtu po i thirrin kec edhe kesko. Mirë po, kur dikush e bart energjinë elektrike, fitimin që na ja rregullojmë nga ZRE-ja, nuk mundet mu akuzu kur thotë se nuk po kam çka me bart. Do me thonë ta ndojmë tash. Se nuk gjeneron kompania private as kec as kesko. Privati nuk jep energji elektrike. Tash, qëtu, na e kena në përgjësi performanca e kekut ka ro. Ka ro, po. Në për vite është ro. Bile nuk e kanë rritë që disa vjetë, sidomos për 2021 nuk i bënë një remont më të madhe në histori si vjeta?
e kam bo një remont, po Qështu edhe ka që thonë kam bet ministri? 150, e kena edhe ditë so kanë bet pa energji Pa elektrike. Po pa operim. Pra, prodhimi i thëngjillit edhe konsumi i thëngjillit që kena edhe tregun. Vazhdimisht, kom pas edhe ankesa se thëngjill nuk është tu pas, edhe shkaku i mijeve edhe makinerive që përdoren, me gjithat e kena edhe anën e tregut. Pra, nëse kena edhe slajdin tjetër, na nuk flajmë me thëngjill, po na kena rezerva ma pak se operimin që e kena. E kena edhe slajdin për termocentralin A, edhe për termocentralin B. Pra, jena të fol për gjëra elementare, e kena shënimin e tregut që është Qa ka mungushit, më thonë, na kemi prodhur thëngjell ma pak? Edhe me thëngjill kena probleme. Qëto e kena prodhimin e thëngjillit, konsumi i thëngjillit. Qëta të fundit e regjia qëta përcolla, qëta që dhe Totali, prodhimi i thëngjillit është 7.950, 7.941 kena nevojat edhe qëto është në ashtu tregu. Ta është mirë me qenë se e shohin këtë emision, me nga kalzu shka është puna tregut, pse na du të me pas treg thëngjill, pse na du të me marë kur ajna të flajt me thëngjill. Shë konsumin e thëngjillit, veç ta shohmi, konsumi i thëngjillit është edhe rezervat e thëngjillit. Shumë është ma nalë konsumi se sa rezervat. Pra, edhe të termocentrali A edhe të termocentrali B. Me gjithat, jashta që i kam ankesat që nuk po kena thëngjill në kek, ata është mirë me tregu, qysh janë të mujt me jandal me qëto rezervat pakta thëngjillit. Nëse diçka shkon keq në pajisje, qysh ja dalin me thëngjill edhe pse na e kena qatë shënimin e tregut për mi plotësu nevojat e thëngjillit. Na flajmi thëngjill? Jo, me qëto s'po flajna mi thëngjill. Qëtë me qëto s'flajmi thëngjill? Rezerva do me thoni kena ma pak se konsumi i thëngjillit. A kena blej Këto thëngjilla? do me kalzu pse po marim në treg. Që në tabelën ma përpara e kena pej thëngjillit pej tregut. Cilit, pej kujt e kemi marë? Në këti, që tabela ma herët ke e tregut. Ta du të me dojnë me nga tregu, që kjo janë pej zërejs edhe pej kostet. Që, tregu. 12.000, 13.000, 15.000, gjatë muajve, 350.000. Dhe me thonë, konsumi nuk mundet me u kry për shkak për nevojat që na i kena. Këta du të me nga kalzu për tregun. Shka janë të bo, këta janë të marë, edhe pse janë të marë, kur na flajna me thëngjell. Dështimi është zinxhiror, prej mihjes si përvatësor atje, ku është thëngjilli. Mas pari rezervat i kanë nën konsum. Qetet qëta të fundit që paten, të lutem edhe njerë? Mas pari rezervat du të me pas thëngjill të njumë. Kur e kanë thëngjillin e njumë, që konsumi dhe rezervat. Shumë është ma pak rezerva që a kanë se sa konsum. Ska. Gjysa i bjerë gati se. Po, gjysa. Pra na nuk po flajna mi thëngjill me shto rezerva. E para edhe e dyta, qysh janë të jadal këta me pas thëngjill të njumë, ose të freskët, sa i sështë i freskët së është në këto. Po, qysh janë të jadal këta me thëngjill, kër e kena qëtë tabel, ku po shijet si qëto nuk kena të flajt na rezerva mi thëngjill. Na, di që këndosh? Që të donat kekut? Të zërejs ose të kostet, të planit fillestar. Tash, na, dit nëse kena flajt na mi thëngjill, na o këndosht edhe në kushtrimi ka biznese që ju vynë thëngjill. Edhe që kishim shit thëngjill. Na kemi shit thëngjill. A mësë është, në falë nëse ndërhy, mësë është në planifikimi stoqeve momentale, rezervat, planifikimi, konsumi dhe rezervat e thëngjillit qëto janë. Po si rezerve thëngjillit mësë është paraqit rezerva, po tani ato janë të tregut. Rezervës të gashme si stoqe. Tash, shkatsishëm na dhe na më përfolit që shë i kena rezervat o që i kena konsume. Që është na edhe shesëm edhe blimë thëngjell. Edhe tregun ta është mirë me na dalë na tregu që pse janë të bos probleme edhe me thëngjell. Ose nëse i kanë komplet mirë taman me thëngjell, pse rezervat janë ka shtë vogla. Ose gjysma e konsumit të thëngjillit. Po. E para. E dyta. Det i kena sa s'ka punu, i kena pas edhe slajde tjera po që i kom dërgu, sa dit s'ka punu A3, A4, A5 edhe B1, B2. A është që kjo të lutëm regjia sot fundit që ty që dërgova bëni bashkë ato dyjet para. Sot fundit që të ndalje. Sa dit nuk ka punu Kosova A dhe Kosova B? Po, Kosova A dhe Kosova B mundë me pa, do me thonë, na i nanis me qëta po. Generatori A3. Unë e kom pas një informat. Po. Prej burimeve shumë zyrtare të hetuesis. Kur më thonë, bloku ka ranë ora 12. Shemë për marë.
12.5 është shpallë të ndjerë, 12.15 është në shru kontrolë. Tani këto him në punë prokurorisë, cila është u marrë. Tash, datët e planifikuar për riparim, revizion dhe rezervë. Generatori A3 131 ditë, tash ta rikujtojmë, viti i ka 365 ditë. Që dojnë ditë që nuk kam punu? Po ditë janë që janë rezerva, riparim, revizion. Po nuk ka prodhu energji? Jo, që ashtu të është. Dhe me thonë 30% vitit nuk ka prodhua? 30% i kanë se cila, 131 ditë, 129, 113 ditë. Dhe me thonë rrinë rezervë, rrinë revizion du të më konë 0, ka 10 ditë, 10 ditë. E qartë, po funi është qëtë? Po funi është qatë. Dhe me thonë, janë datat e planifikume. Këto i kena pas natë planifikume. Na o këndasht, a di qka po du me tregu me shto? Që do është planifikume dhe importin? Po. E jo sot më u kojtë për import, kur e kena di qka është unë aprit. Dhe me thonë, nëse na e kena menu që kena me posë revizion, riparim, se po thoi najna të punu në kek, mirë shumë, po gëzojemi. Po pse nuk planifikojnë edhe importin? E kena edhe B, edhe termocentralin B dhe e përfundojnë me këto, me kalzu... Nëse mundem edhe në pak në ndërim, basë saj që apo shofim, planifikimi i rezervës, praktikisht rezerva i bjenë, me nejtë bloku mësë me prodhu, po në rezervë. Kur ti ki konsum, kur ki realisht konsum ma pak se që ki prodhim. Ta është si pas që saj, për basë numrav që pishafone, rezerva në ditë pi bjen shumë e madhe se ditët kër janë ka në revizion edhe... Po që kjo është edhe qëdecma për mu, përsa ta dhe këndisht me... Ta është kemi rezervë me datën 1 janar, ku konsumi është në kolm, janar, apo kuptojmë në kolm. Për kuptojmë edhe në pëse qëfar logike është kjo puna e rezervës. Rezervë, tash nëse në praktik, diçka, një produkt, një diçka e lenë rezervë me arsyetimin që ki hiperprodhim. Këta kanë shumë e nga tregu sonte. Pse, a i të më shef diçka me rezervë, a janë të më shef me rezervë, qka është që kjo jamë në rezervë? Pse rezervë? Kur na jena tu maru për energji elektrike. Pse sot na mi pas 131 ditë qëto, për çka shtrohet pyetja? Ose qëto 129 ditë, ka 30 ditë, ajde që revizion. E sa ta rishë gati për vjetë gjithë të cilit blok i asë, edhe termocentrali B, 30% vitit nuk kam prodhu se cilë prej... Rezervë, unë që shë kuptoj rezervë, njëjtë për kupton edhe kushtrimi, rezervë, kur ti e lenë rezervë që ato, po pse 43 ditë na e kena lonë në rezervë. Edhe termocentrali B, a i ka pak diçka ma shumë, ditë deri 154 ditë shkaku i riparimeve që i kam bo. Do me thonë me qitë prodhim. Mu me marë se të mirëqenë kur planifikohet riparimi. Ka probleme teknike, menajmenti e din që kur do të me ndërhy. Po pse nuk u bo krasë që sajna plani për importin? Edhe na e kishme ble rrymen, ku është kjo? Me një stenitin e kishme ble për datën për fund të atje. Si pas kërkesës të keskës për të hyrat maksimale, plani importit bëhat mbi bazën e bilancit që dërzohet, realisht draft bilancit, bugjetit që dërzohet, që i bjen praktikisht i shdash mu para pas të data. Sakt. Praktikisht i shdash mu para pas. E pa janë para pas, në ata nuk e dim. E tash këta, kur i kanë bë kërkesat, i kanë pru qmime ditore. Me mutek, e marrë qatë qmemune në Hupex, për shambull ose në Alpex. Jo, ku qotë shteti me organizu importin, masi pedin që rezervi parim, si dhe që t'javnoj nënin, zero, nëse e thujna për zero, atër e merë importin shumë atë mirë, e jo qmem ditor kur e ki totalisht pa planifikume, po shqysh po shijet, o ditë kjo pun ma herët. Plus, këto që është thot na është do mu me ndiku në afatet shkurta kohore, që i bjen, se këta dhe ka pas herat që kena po me rënjët bloqeve, që veç atë kanë morin part edhe na e kena pagu. Nëse ka mundësi veç edhe bejnë edhe... Po, a ma e fundi që ta dërgova regjia, tani këthejmi ta e pjesët tjetër. Edhe tani vazhdo. Po, që, veç bejnë ishi 49 dit, edhe bejnë dyshi është 154 dit. Ta është bejnë dyshi thët se e kena rrit me poste kapacitetin. Mirë shumë që e ke rrit. E kam edhe shtash ta të regaj postin prej ministrës, po pse nuk e morët edhe importin? Pse unë e du të me pagu si qytetar kur ti e ndrejq bejnë? As anë, shka pse mu? Qa du në orë me ditat? Ta kom dhëmë votën
Ata ka dhënë votën që ky popull për me ndrisë. Nëse i këshirimi me numra nominal, 5 muaj ka qenë i parapon realisht remonti i B2-shit, që kur të kishëm bëjnë me 30 ditë, për bjetët që aty dhe 154 që këtë vit, ishi planifikun B1-shit dikun 8 muaj. 8 muaj është. Riparimi. Aja që ka shqetësuzet është për neve, është aja që u përmend qysht në fillim, na nuk pedim ende cili është bilanci i budgetun i energjisë elektrike për vitin 2026. Historikisht, bilanci i energjisë elektrike për vitin vijues është bë kërkesa në vitin paraprak, kryesisht në mesin e tetorit. Fundi i janarit veç është publiku bilanci. Në 2025, që ditërisht është publiku drafti fillimisht, kërkesa në janar, ndërsa miratimi i buxhetit, ato që përmeni pak më parë Janina, është miratu në nëntor të 2025. Dëmon, aja që ka pas plan me u prodhu, edhe një farforme, edhe mu importu, sa është bilanci përgjithshëm, në 2025 është miratu në fund të 2025. Tash, pse me u përsërit edhe 2026? Nuk po dojna me mendu që është kam shifët diçka, po rruga po qënë qanejna sepse nuk është ka publikohet. Ne duhet me ditë edhe kërkesa e keskës për të hyrat maksimale e përmend që ekziston drafti. Veç se është dorëzuar një draft, pa i draft nuk është publiku. Na nuk pedim se sa është. Edhe kërkesa për të hyrat maksimale nga keska është i bazun mbi bazën e draft bilancit të energjisë. E ku është qaj draft bilanc, pse për herë të parë s'po publikohet është? Nuk pedim. Ishtë dash më publiku në asët, realisht ishtë dash me diskutu në bazën e qasaj. Nëse veç... Faktikisht zëreja ka publiku historikisht edhe ata du të me bo vetë zëreja. A mi ja përgjia që të dy fotografit mahare që si qova bashkë i qëtë? Që kjo? E kjo është tash një përmbledhje historike. Unë i kom da vej viti 2023, për shkak që 2022 ka qenë kriza edhe e kuprushme situata. Edhe nuk murush me marë si krasus. Bi bazën, banat janë marë bi kërkesat për tyrat maksimale ndër vite nga kesko. Në nivel historik, Kosova, si konsum të përgjithshëm, dikun, 2023 në kërkesën e ka pas për 5.145 gigawatt për orë, 2024 ka ra në 4.999, është rritë në 2025 në 5.060, në 2026 për vrejmë që ka ranje të kërkesës konsumit në nivel të përgjithshëm, sa i përket... Konsumit a blerje, si kërë? Jemi të folë, të konsumit përgjithshëm jemi të folë. Tash, kjo është blerje për keskën. Tash, mënyrën se që shëban blerjen, mënyrën tani që shëban blerjen për keskën, se kena të deshifrune. Po, qka po du me ndalë është pjesa e parë. Falë, veç një sekundë kushtërim, se një shpjegim. Nëse që kjo ka ra, qëtu? Po ka ra për qëtë arsye që po du me spjegu. Se du të me rritë qmimin e rrimës, pra? Jo, janë bizneset se cilat kanë dalë në tregun e lirë që ma nuk janë fëshëu. Dhe aja pjesë është dikun rrëth 400 gigawatt, nëse marmi në mesatare ditore, dikun rrëth 1.1 gigawatt është mesatare atyre konsumit të atyre bizneseve. Tash, ku e blen, ku e ka bo planin me bo blerjen e kësaj energjie elektrike keskon këtë rast, dëmon, blerjen e planifikon me bo nga Keku, dikun 3.700 giga, pjesën tjetër nga Bëreja, edhe ka importin e planifikun, dikun 422 gigawatt. Nëse e krahasoj me 2025, këto janë donat publike nga tyrat maksimale, e kemi rritje rreth 100 gigawatt të konsumit të importit realisht në kësi. Nëse e ndajmë tash në vlera monetare, është interesant, aja që akum vrejt në 2026 të kërkesa për të hyrat maksimale, janë mundu me i grupu pak dhanat edhe me i paracit dhanat në përqindje. Ka ndryshu forma e kërkesës. Nuk po du me thana e me mashtru, po është një lëjmë shehje taktike se ti e sheh vetëm si përqindje, po së mund është me deshifru. Edhe unë në bas të atyre përqindje edhe në historike, unë e ku marrit edhe me i deshifru. Kesko planifikon me ble rrymën për Kekut njëjtë sikur që i ka ble ma herët. 29,5 € megavatin. Sa në shetë neve? Neve në fatun dhe në vjen shumë a shumë. 90, a ma shumë se në qimë? Po e kalon. Kostët e importit e energjisë elektrike për megavat, kostët e importit e energjisë elektrike, sepse këtu po përflitet
që për shkak të importit, vlerës së importit madh, neve po na urritet çmimi. Ne kemi tani edhe slajdin vijus, ku kemi Apo çto nuk është, dhonat nuk janë që është më shumë kushtrim, apo për vitin 2026 importi, nëse veç duan më rrit çmimin e energjisë elektrike. Jo, të lutem, importi nuk është çmimi i energjisë elektrike në këtë vit, sipas dhënave kërkesës për tyrat maksimale nga KESCO. Nuk janë si indikacion i çmimit të importit. Nëse e krahasojmë çmimin e importit të energjisë në 2023, që ka qenë refleksioni 2022 se ka qenë çmimi shumë i lartë, ka qenë 228 euro planifikimi. E shohim 2025 është 158 euro, 2026 është i njëjti si 2025, 158 euro. Aja që ka vrehet si ndryshim, ndoshta jo shumë në krahasim me çmimin total, po në krahasim me periudhën paraprake, janë marzha me pakisë për blerjet e energjisë, domethënë historikisht janë kanë rreth 1 euro megavati, 2026 planifikohet që është 4.1. Si nuk po dihet se sa kjo është rritje shumë e madhe. Amo Nisjan, tash nëse mundemi të lutem me vazhdu edhe slajdin e dytë, tani. Veç një sekond kushtim, fal. Nëse KESCO apo s'pedi KESCO, a ke çka KESCO? Po KESCO, këto janë tyra. Domthon KESCO këtë vit 2026 ka planifikuar dikon rreth 9 milion euro me ble energji nga importi më shumë se viti 2025. 9 milion. Po sipas planit. Nëse çtu i kemi 29 euro, 4 vjet tren, nuk është rrit keku, nuk e kanë leju me rrit çmimin. Kjo është kontrata e kontrata. Pe fillimit është 29.5 se prej. Këta e marrin çmimin e njëjtë 4 vjet me ran. Neve na shkon 150%, 60% çmimi i energjisë elektrike. Pse o vllana duhet me duru këtë punë? Këtu e kemi edhe një rast interesant. Këta nuk ta rritin energjinë elektrike, pa thonë këta tonë po. Që është zëreja. Zëreja? Qa kena me thonë, motar? Tot po ta rrisin energjinë elektrike. Njerës që ti nuk janë tërç, janë shqiptar. Edhe që kryeshefi ekzekutiv, o shefi i bordit, ka qenë partijak në kuptimin e mesazheve që i kena po. Dhe me thonë, këta janë njerës që pushteti ka vendosë. I miri në krasim në për referona që ka thonë zoti Berat Lahu. Dhe me thonë, në qatë kuptim. Dhe me thonë, këta nuk janë njerës që na kanë pru një pushtet komplet tjetër. Ta janë njerës që janë votu. Po të vishtë të... Po ti s'mun është me thonë tash keci po na bën pa drejten. Jo, por që ta unë ala su se që të nuk po ta bën kecit pa drejten. Që këtë... Jo, kecit e bën dikun tjetër po kërkohet. Tjetër kon është, amo jo qëto. Që të hyrat e lejume, në basë që sojna i bën zëreja, nuk i bën kërkush tjetër. Dhe nëse këta 4 vjetë rejnë e morin... 29.5 që është kontrate e privatizimit atëherë. Po, tyrat e lejume për ketë se ka fjallë. Të s'ka ndryshu gurgjë, pëse përdojnë në ma futash mu me faktura kur ti e kishe së. Qka është një diçka interesante, nëse e krahasojmë planifikimin e konsumit të anvisri, sepse faktori kryesor në rritjen e çmimit edhe të import, edhe sasinë e importit, si pas kërkesës për tyra maksimale, është rritja e konsumit të anvisria. Unë i ku marrë dhanat edhe i ku më krahasu. Ato e ki fajlin e fundit, slajdin e fundit që ta kom dërgu. Ky është dhanat si pas, nëse mëse largoni të lutëm vetëm edhe një minutë këtë pjesë, ky është kërkesa si pas KESCO-s, ku e shohim që në 2026, dikun rreth 8% kina me pas rritje të konsumit të anvisria. Në anën tjetër, unë i marrë dhe i krahasoj dhanat mujore që i publikon Agjencia e Statistikave të Kosovës. Si pas Agjenci Statistikave të Kosovës, anvisria deri në muajin nëntor, ku është raporti i fundit, krahasun me 2024, ne nuk kemi rritje të konsumit. Mu më thasë se kryetari bordit zërrejt 1% është rritja të anvisria. Nëse është rritja 1% në nivel tash të përfshirë dhe jetore, se nuk i ka publikuar ende, dëmonë me 15 shkurt i publikon tash për muajin dhjetor statistikat. Po nëse është 1% që aty rritja? Nëse është 1%. Nëse qëto është 29 euro. Nëse është 1%, KESCO ka planifiku 8% rritje. 1% me 8% është 8 fish. Po e qartë. Po kupton, 8 pikë përqindjes është ma shumë planifikimi. Tash qaja pika e përqindjes të planifikimit, kemi diskutuar më vonë, është ku krijohen tani humbjet. E që ato humbje, po na
faturohen neve. Nëse mund të lutem me vazhdu. Për çfarë është menaxhmenti aty me rregullu ato punë? Për çfarë dush më faturon mu? Po pikërisht që tu edhe unë po mendoj që çmimi i energjisë elektrike për momentin është i frim kushtrim. Absolut. Po si sojna që na peshojmë këtu. Çmimi i energjisë elektrike në këtë vend është i frim. Çmimi që pagun konsumatori i energjisë elektrike është të pagu kryesisht edhe ekskluzivisht për shkak të kosteve të humbjeve. Jo për shkak të rritjes së çmimit në tregun e jashtëm. Ajo është e ka një impakt. Asë në 2024 Asë në mbrëmshëm, e kemi që, jo, janë dhëna që krahasohen. Impakti i rritjes, vlerës së rritjes së importit, krahasu me vitin e kaluar ne kena 9 milion euro. 9 milion euro. Ndërkohë, vlerën e vendore se kena të rreth asnjë cent. Asnjë cent. Për çka po ndodh rritja e çmimit të energjisë elektrike? Po ndodh për shkak të humbjeve që po shkaktohen. Jo, unë niva dhe një sen... Po ndodh për shkak diçka tjetër. Po unë niva për shkak të njojës të borxheve të këqija që realisht zërrej i lejon ndaj kësaj. Për shkak të shpenzimeve operative që po rritën. Janë një 4-5 elemente të cilat e përbëjnë çmimin final. Ama është keq menaxhimi ty në vllap, pse unë duam më prandaj na jemi të pagu çmimin e keq menaxhimit. Keq menaxhimi që dynë këtë të rend faktorëve, jo për shkak të kostës shumë të lartë të importit e energjisë elektrike, si kostë po flasmi. Janë vetëm 9 milion euro nga 80 milion euro sa ka kërku KESCO në tyrat maksimale për këtë vit. Vetëm 9 milion euro e përbëjnë kostëja importit. Po janë? Ose edhe ke edhe një informat për shkak se du të mirrit rrogat, KESCO. Ku dëgjojmë unë edhe tani do të nami o pagu rrogat aty. 4 milion ka kërku shtesë për atë. As në vitin 2024 nuk ka qenë rritja shkoku i projëm plotësisht dakord me kushtrimin, nuk ka qenë shkoku i rritjes së çmimit të energjisë në treg. As këtë vet nuk është. Po sasia është rrit. Nëse kena importu 142 milion euro në dogon, si pas dogonës, në vitin 2024, në vitin 2025, kena importu 259 milion. Pra po rritet sasia e jo çmimi. Amo këtu kanë importu dhe bizneset se kanë dalë shumicën që kanë dalë treg hopë. Jo, këtu edhe KESCO, edhe KEC, që to t'i faturan? Jo 259 milion euro, me gjithat, edhe KESCO thot që mu ka rrit importi për juve. Nuk e ko menu, thot, mu ka dy fishu. E keni mendu, si pas planit, është mendu 5% me importu për energjin për juve që dash me marë për kekot, po fakte ku më importu 2 fishin, edhe tash po du 9%. Pra se cili e rrit ratën e vetë. Po. Edhe kost, edhe KESCO, edhe KEC. Po, najna të folë këto edhe për humbje transmisioni, që edhe i përmeni kushtrimi. Pra, është keq menaxhim në ata se sa po importohet, se edhe shpenzimet operative janë shumë pak, rrogat e këto. Tash mujna me pa dhe ma vunë, që është bëhet shtrije, për shka janë të nali pare, shkort, shkjopi bjanë. A ma jatë fundi që ta përcolla? A ke që gjenë që kishë krasimi që përmenën pak më herët, në nivel janar-nëntor 2024 versus 2025-2024 në megawatt për orë, si pas danave të Agjencisë Statistika të Kosovës. Nëse e shohmin, termocentralet kanë prodhu dikun 18% ma pak në këtë periudhë, krahasu me 2024 në periudhën e njëjtë. Dëmonë për rreth 1 gigawatt ka pas prodhim ma pak. Qka vrejet është rritja importit në sasi. Aja që e përmenë më ardhë. A më nëse është që atë jena 18, që ka 32 fishin... 39% kena në raport me vitin e kalun, kena rritje të importit në sasi të megawattve të energjisë elektrike. Këtu janë dhona zyrtare për Agjencisë Statistika. Po reflektohen në ndogon. Reflektohen që aty dhona 18-39, 2 fishi sigurisht automatikisht. Ka e ke shumë djetar rritë më vla. Po se që aja s'ka bota një kje rritët. Po aja qka vrejet është anvrisëria, cila është logjika, ose donat e statistikës nuk janë të sakta. A vëzdia është të jemë pak, apo? Po, absolut. Ose donat statistikës nuk janë të sakta, ose janë donat e fryne tash në KESCO në bip planifikimin. Unë të thash një përqet të urri, që do përdel që është -6. Absolut. Anvrisëria po del në këtë periudhë kohore që ka ramje, nuk ka rritje. Ndërkohë jemi të folë gjithmonë për konsum për megawatt, nuk jemi të folë për vlera financiare, jemi të folë për sasi të konsumit të energjisë elektrike. Funi që ka e kiku të -8%, ta këna -8%. Në nivel të periudës të një, po, ma pak. Kena konsum ma pak. E pëse do të më rritë shmimi në rrimës?
Për çka? Nëse dojmë tash në slajdin... Kjo, për mu është një skemë... Që të tregoj pse duhet me rritë çmimin, sipas planifikimit. Krejt që ato dona, ty dush me... Nëse mundet regjia slajdin para kësaj me publiku, para fund, jo, dërgoj atë lutën, para fundi slajdin, para fundi slajdin, edhe aty shihet pse realisht po pretendohet me u rrit çmimi i energjisë elektrike. Edhe kjo praktikë është apliku vazhdimisht. Ndoshta tash... Dishmë të gaboj, që kjo? Jo. Që kjo është. Që kjo, okej. Që një sekund, falë lutem. Aty shihet edhe impakti i gjithë se cilit zë që ka me ndiku në rritjen e çmimit të energjisë. Konsumi asnjëherë nuk është arsye. Konsumi nuk është arsye. Ndrrimi, konsumi si konsum, a jam ka e marrë prej kekut apo importit, që ky është ndryshimi. Që ky është ndryshimi. Po tash, që ky ndryshim, që përmend pak më parë, edhe këtu është i përmbledhur. Edhe këtu janë të vonë prej vitit 2023. Kushtrim edhe janin. Edhe më nëse marrim deklaratën e kryeministrit. Thot bëni dhumat ma ftoft, që i bën konsumoni ma pak energji elektrike. Na realisht kena konsumu ma pak. Ai po flet për pikun. Pikun çpikun minus 8 e ki funin. Po, najna të folë për përgjësi. Ai po flet për pikun. Jo, po flet çfarë ka qenë vet. Po. A do të më çu mesazhin e vet. Normal, ai flet. Edhe me një dytore shashën çmë ditë. A ke ç'kjo? Që kjo është një përmbledhje nga kërkesa për të hyrat maksimale që i ka bo Kesko ndër vitet për vitit 2023. Nëse e shohme, nëse i shpërndajnë tash, ka i ka kërku këto të hyra maksimale, i ka kërku për kostet në pakis që janë shpenzimet operative edhe zhvlerësimis. Edhe kjo është tash, ajo humbja që për përmeni është, na e pagu një 4-5 fesh humbjen. I kemi kostet e barqme, që është pjesa e kostit edhe OSSH-ja, që rritja ma e madhe që t'je ka më të ndojë është për shkak që saj kostës të bardhshme. Qa është kjo me zbërthy, kushtojmë për me... Që kjo me zbërthy i bjen sasia e energjisë elektrike që duhet më bardh prej pike 0 deri te orë malë si shamalli i jurtë. Një pjesë ka me pagu për mes kostës, një pjesë është për mes OSSH. Jo, sot baj kjo. Kjo sot baj me pjesën e Amovicit. Nëse e ndërlidhme pjesën e Amovicit, është kostë e energjisë që blehet. Nëse analizojmë kostën e energjisë që blehet, impakti në vlerën totale është veç 9 milion. Prej këti 9 milion që margjina me pakis është aja që ka me planifiku rritjen më të madhe në krahasi me vitet e më pashme. Po qka është edhe diçka që duhet me përmen, në fakt duhet me mjanin edhe këtu, na vazhdojmë me pagu si qytetar të Kosovës, edhe kjo është mos menaxhim. Unë nuk e di se kom pa kontratën se cili është standardi edhe targeti i asaj, po na vazhdojmë me pagu mos inkasimin e borxheve që Kesko nuk mundet me inkasu të bëzhlit e këqi, këtë që kjo vlerë bartët të çmimi i konsumatorëve të rregullt. Historikisht, nëse i shohim ndër vite, e kemi 2023 në 10 milion euro, 8.224, 8.07, 2025, edhe 2026 në njëjtë ashtë dikun e planifikune. Nëse ketë, se ketë nuk mundet me inkasu dishka. E krejon borshit këshia. Unë e paguj rrimën të të tërë. E ka të planifikune. Kushtrimi se paguon, unë du të me paguon dhe për kushtrimin. ZRE, ja ka miratu vitin e kalun, në janar të vitit kalun, një shkallë rënse, ka qenë prej 2.2, çdo vit në ramje me nga 0.2% e që i bjen në këtë vet dikon është 1.8% e vlerës. Po që shka ndodhë interesant, përqindja ka ra. Përqindja si përqindja në 2026 ka ra. Po vlera o rritë, sepse edhe vlera për të hyrat maksimale është rritë. Po kuptoni, në një situatë normale, kjo pjesë ishtë dashtë me ra krejtë. Sepse tash mo Kesko, nëse si ti se pagun energjinë elektrike, automatikisht të ndërpret energjinë elektrike. Unë nuk taku njerëz kohët e fundit, në raport me Keskën, që 2 muaj nuk e ka pagu energjinë elektrike, edhe nuk ju ka nalë energjinë elektrike. Ndërpritet me njerë, që i bjen tash bëzhlit e kësine, këna me vazhdu mi pagu. Ose i bjen kjo 100 euro, dishka ke, që është borçin, ma nuk klenë. Tash nëse i krahasojmë në raport me vitin e kalun, cila është kërkesa, e shofë shumë, për çdo kostet e bardhshme, neve na u ka kërku për 47% kosto ma shumë, për shkak të kosteve të OST-s edhe të OSSH-s. Ndërsa, për shkak të kostës së energjisë, është vetëm 13%.
kostës të blerjes energjisë, blerjes reale të energjisë. Na si qytetar po paguajmë, domethënë, një për shkak të vlerësimit të pajisjeve, na e kuptojmë. Kesko çka ka kërkuar. Duhet të kuptoj diçka. Kesko nuk është të kërku diçka çka si ka kostot e veta. E qartë, në rregull është ajo. Dikush duhet me pagu ata. Po çka janë ato kosto na pi dëshirojnë. Kostot e humbjeve në rrjet për shkak të OST-s, OSSH-s, humbjeve të borxheve, janë kostot që ata duhet mi marrë. S'ka të bëjë me këtë pjesën tonë, ajo ka të bëjë me menaxhimin e tyre. Administrata ka të bëjë edhe shteti, më fal që po ndërprej edhe këtu. Shteti jon, jemi të volë në 2026-ën, hala nuk ka ligj që i ti nje humbjet në prodhim të bizneset prodhuese, ndërkohë na paguajmë borxhet këshia, që borxhet e këshia janë proceset që duhet me shku përmes procedurave të gjykata, janë përmbaruesit që duhet mi nxjerr këto borxhe. Jo na mi pagu. Po do të nxjerr përmbaruesi më. Absolut. Po fal Janina. Janë lutem se Jo, nuk ka gjë. Te çmimi, çush e tham, importit, çto për Kesko nga 528 milion, do me thonë gjys miliardi për tyra, kostat e barqme edhe blerjet janë gjysa gotis shumica e qësoj. Kostat e barqme. Edhe barqme, që to janë OSSH-s, OST-s, a diçka është kjo? Jena 3 akter që to. Ti bartë energji elektrike, unë e lidhi furnitorin, a i e bjen në anën tjetër. Kostat që ti japë ty, ti mu, qështu? Po kjo ta një zyri i regulon, nuk kam nevoju në mu marrë me këtë punë. A i një marrë vesh fillim vitit, a jo, pëse unë e mi rrit tash faturën, për shkak që ju si një marrë vesh me fillim. Shpenzimet e zhvlerësimit të kost të investimeve, ta shke që ka investojnë këta, transformatora, jo, kjo, shpërndarje, bërë, krejt që to, nuk bojnë atë shumë. Ku jenë të nashku parët, është pse për import, edhe humbje, edhe import për neve, edhe kostat që ja barti njëri tjetrit. Pse kjo po bëhet? Se çmimi po merret ditor. Pse çmimi po merret ditor? Se nuk ka planifikim që ty? Po se s'ka planifikim. Edhe të shpenzimet që e përmene Vukamovic, edhe këtë herë, si vitin e kalum, njëjta story është. Ka ankesa për shpenzime ndërkufitare, e që janë qëto, të bartjes. Pse? Edhe pse tash mas 5 vjete, Kesko ka marrë rrugë bartëse jashtë venit, është e pa mjaftueshme. Dëgjom, bëni B2 japin ka 200-250 maksimumi, po e thonë megawatt, për mi dhonë audiencës sonë të një farë logaritje. Ka ndodhë importi o bo deri 763 megawatt në orë. Dhe me thonë, e kena importu 3-4 herë termocentralin B, se s'kena prodhu. Në që gjendje jena. Unë nuk qësoj për cjeli sektor energjisë elektrike, kër e kom pa importin, mbi 700 megawatt është tepër, net. Po më kishin me thonë, tani... është import i pa kontrollueshëm. Po, do me thonë, një audiencë të kishin me thonë, okej, qena nuk po prodhojkan. Fajt i ka, mu këthyja ta 20 vjetë që s'kam po. Me thonë, këtu është një farë faj i përgjithshëm i këtë atyne që kanë qenë qeveri vite. Me thonë se s'ka pas ndërtim kapaciteteve të reja, e cili nësët s'kishmi volë hish për këtim. Po fajnë në fund që mi ashit kapakun, ka qenë prisha kontratës me Condor Global, dhe ndalja projektit gazit Amerikan që nga thanë që është rës. Me thonë, krejt që tu, na jem të i pagu, veç bashkë se cili prej njeve në fakturat tona. As në energji, ju e dini shumë mirë që nuk mundet më bodi diçka sot për nesër. Me thonë edhe sot më kry këtë procedurat, e i duhen një 5 vjetë minimumi për më stabilizu. Kej vjen që na këna me pagu rritje çmimit të energjisë elektrike, jo vetë si vjetë, edhe vitin tjetër, edhe krejt. 250 milion euro janë depozitume në KEK, banka. Kur punëtorët vetë i qesin, sa shumë thojnë, kanë kushtet këqia. Nëse kako, i këshim këshyre dhe emetimet e gaznave që po bonë, i kam dërgu, edhe ato, edhe që po thu, pse qa kanë bo këta, që to, gjithë deklarat që sot unë për shembull dhe tha, mundet me u mendu, për shkak që... politike, po sot unë, sidomos tash mas zgjedhjeve, asnjëherë nuk jam konë vetë në kuptimin që e kum pas për kërën e familjes, edhe të partisë, gjithashtu, po tash janë edhe një 20.000 vetë që të kaus që e kum desht me qu për para e kanë votu. Do me thonë, unë nuk foli veç për veti. Jo, unë thash fillim, për veti për le marrë. Jo, me të vërtet që kjo është shqetësuese.
Edhe sot ko marrë me tregu që nuk kena faj na, pse këta kanë keq menagju. Edhe s'kena pse me pagu, ku nuk I kena pas akush gjë në përgjithësi. Këto, sidomos mjekët, pulmologët, pediatrat munden me tregu sa kena emetime, tash CO2 shkojna mi deri 1 miliarda kilogram deri në fund të vitit. Dhe me thonë nga të folë për miliona kilogram edhe miliarda kilogram të emetimeve. Pse të emetimeve? Pe I vitit 2020 është zhagit projekti elektrofilterave. Pra, nëse për dikan është e paqartë, këta 6 vjetë e kanë zhagit një projekt edhe sot na jena elmu me miliona, qëto janë veç për vetë. Këto direkt ndikojnë, se unë e kam pa dhe punime të AGM është pediatër, edhe ka pas punime në lidhjes që ndikojnë këto gazna tek fëmijët. Do me thonë përveç që na dëmtomi në gjep, me pagesa, jena tu dëmtu edhe me emetime. Tash kena me prit 8 muj vitin tjetër, termocentralin B, për me pas na elektrofiltera 6 vjet ma vonë. Pse? Se I kena pas masat, sankcionet, I kena pas jo bojlerat, jo filterat, edhe të bojlerat, që përmen kryeministri në deklaratën e famshme bojlerat, filterat, për të karo presioni. Shtërët pyetja, pse karo presioni? Tash, pse karo presioni? Tash, besoj që do të më morë prokuroria edhe pse ka shumë ka pas të papritura në gjatë gjithë tyre viteve ku na I kena thit krejt që to. Këto janë plan, po dhe raporti nuk dallon shumë, pyetënë, për shkak që këta jo veç që s'kan po plan, po dhe një projekt elektrofiltera me pare hazare, kam fjallën. Në thonë që atëro konë shonca në 2020-ën. 2020-ën e kena marrë dhe pavarësin, po shak kena marrë pavarësin. 800 euro megavati bartja. Pavarësin energetike. Po, pavarësin energetike e kam fjallën. Momentin kur janë marrë frenat, o abuzu me import në sasi, me bartje, me emetime, me qa ka pas në sektor të energjisë elektrike. Për mos me përmen, që kec po mankon jashtëzakonisht shumë njerëzit që tensioni është shumë I vogël. Edhe ajo e ka një prapavit vetëm po mbetet ma unë. Për fund, unë e kam një që s'ka të bëjmë me rrymën, ka të bëjmë me diçka tjetër. Dhe me thonë, rritja fukarallak, me një fjallë. Overdrafti. është rritë në mënyrë enorme edhe për biznese, edhe për qytetarë. Kjo të regon që krejt që ato që folim, na janë të përjetu se cili në gjepin e vetë. Dhe rritja është që për 2015-ës, se në shku shmimin të rritë, si të mos në 2021 ka qenë 63, ka shku 100% mrena 5 viteve të qeverisjes, së mirë së qeverisë aktuale. Me thonë njerëzit përnojmë me overdraft, bizneset e denë ma mirë, kushtrimi. Kjo përshiet shumë hatas, po vrejt që shumë të korporatat jo financiare, bizneset, na e kemi pa këtë vetë vitin e kalun raportin e importit edhe eksportit, në madhra na kemi importu me miliarda shumë a shumë, edhe ato pare kanë dalë jashtë, overdraft janë shfrytzu për çak çmimeve të larta, njëjtën kohë kena ekonomitë familjare, edhe ka dyfishim, po thuhet prej 2015 për 10 vite, ekonomitë familjare për çfarë shfrytëzojnë overdraftin, e shfrytëzojnë kryesisht për shpenzime operative, një prej tyre është edhe energjia elektrike. Po nëse 20% pagës shkon për energji elektrike, ti paqare se ki rroga nuk del në fund të muajit. Do thonë që do të dona të regojnë që nëse na po flasim për një rritje ekonomike, që të nuk ka të bëjë me rritje ekonomike. Jo, nuk ka të bëjë me rritja shkapu. Kjo ka të bëjë me ato në fillim që e tha Janina që do të njerë më varfnu për më të synu. Po, për nashta është deklarata fundit, veç e kësha për mbledh, na pesha që kush është kështu I pavaru në gjykimet veta që s'është I lidhur me pushtet, e shë që jeta është una u përketësu, unë I ftoj krejt ata dhe sidomos sektorit energjisë elektrike me tregu të vërtetën, se po shihet që nuk është puna mirë, as sektorin ekonomik, as sektorin energjetik. Me heshtje sot, I një muj nga pushtetit ma shumë. Cili do të qoftaj? Cili do të qoftaj. Jashta partisë politike. Une kur të më folin edhe për komuna, e thamë po në regull, edhe nëse komunën e ka LDK, ti veç vazhdo, me qenë se ti pas ke prova, ti vazhdo me ato tonën. Pra, jashta partive politike, une përfatsoj ideologji politike në vete, po sot
duhet me tregu që me heshtjen tonë, sonte, si popull, jena të rrit emigrimin edhe për kë jena të luftu. Për çka kena luftu na deri tash? Për me na tregu dikush sa dhomat e nxehta i kena edhe na, po hina në kredi edhe mbi tërheqje. Veç po du me bot qartë që nuk është tifozllëk i një partijet pushtetit veç me shkun të bem. Tifozllëk hala më i madh është kur ja vështym politikat edhe thonë jam profesionist. Profesionizmi në ngryrje të venit të ekonomisë shihet qartë. A di çka thëshin komente pikërisht të emisionit kur e kemi pas në nëntor bashkë, çapionin juve na paguajnë rrymën vet. Ani paguajnë pra, s'është problem. Po le të vazhdojnë të paguajnë. Ata që mund le të vazhdojnë. Me përmbyll me një thonje që ma ka thoni mysafir këtu imi javën që shkoj të atë ze flumbit, ky popull edhe mja futa pongën në gojë, as në flet, as në vërtet. Prandaj ka keq punë Shqipënia. Faleminderit që ishit sonte me mua me këtë dona, që i zvërthym bashk. Në javën ardhshme do të kemi donat e tjera për të bërë krahasimet pse është rrit importi dhe çka realisht po blejmë na kosovarët. Janë jashtëzakonisht shqetësuese që bin ndesh me një pjesë të donave që i dham na në fund. Kolegët e mi janë duke i përgatitur dhe bashkë do t'i shohim javën ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje. Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company.